Hello, përshëndetje. Welcome. I am so happy that you are all. Jam shumë e lumtur që jemi të gjithë këtu. Është një nder për ne, është shumë speciale, e rëndësishme që sollëm këtë film në shtëpinë e vet në Shqipëri. Dhe nuk doja të thoja shumë sepse dua që filmi të flas vet. Ne e quajtëm si një letër dashurie, e dashur Shqipëri. Dhe kjo gjë ka dy kuptime. A number of years ago when I was Vite më parë kur përgjëroja në Hollywood një film horror, producenti më tha se duan të shtojnë diçka tek ajo bluza jote. Ke ndonjë ide, ndonjë sugjerim? Si thua për shqiponjën me dy koka? Po ç'është kjo? Është simboli i flamurit shqiptar. Shumë mirë. Është ndryshe. Na pëlqen. E vendosa shqiponjën në bluzën time dhe pas kësaj u ndjeva përgjegjëse përballë botës dhe gjeta veten duke u veshur në rolin e heronjve shqiptar si vëllezrit Belushi apo Nën Tereza. The Belushi brothers and Mother Teresa, which blew my mind. But Nuk mund të krahasoj veten me të tjerët, të gjithë jemi njerëz, por mund të them vetëm se dashuria dhe suporti shqiptar nacionalist është shumë domethënës për mua, por edhe për vllain tim, Nate. Është projekti i tij i parë, e drejtoi ai për mua sepse thash më duhej një partner në krim që të më thotë si ta bëj këtë film. To tell me do this film, and I don't really have a huge plan, but Fadil Berisha. Unë nuk kisha një plan shumë të madh për këtë film, por Fadil Berisha, partneri ynë që e dua shumë, e kam si vëlla, ne ishim dy artistë të çmendur dhe ky është njeriu që na mbajti bashkë dhe na drejtoi si grup në këto ditë të mrekullueshme dhe për ne që jemi rritur në Boston, babai ynë ishte një emigrant shqiptar dhe na rriti me idenë që jemi shqiptar. He was always proud to be Albanian, but he couldn't say it because people didn't. Ai ishte shumë krenar që ishte shqiptar, por s'mundi ta thoshte sepse njerëzit nuk e kuptonin. Neve e dim sepse na ndodhte e njëjta gjë. Ishim në shkollë, fëmijë, i thoshim mësuesve se jemi shqiptar, Albanian. Jo, vogëlusha, e ngatëron, Armenia, por ne ishim të vendosur. Thonim jo, jemi Albanian, shqiptar. Është një shtet, një vend, ekziston, dhe mezi presim që një ditë ta njohim më mirë këtë vend e t'ja tregojmë botës. Prandaj është nder, shumë faleminderit të ftuarve, pjesëtarëve të familjes tonë. Falenderoj edhe Muzeun Historik Kombëtar që na hapi dyert, sepse është edhe pjesë e filmit muzeu dhe unë jam bërë tashmë fanse e këtij vendi. Shihoni filmin, shpresoj. Kam edhe diçka shumë të rëndësishme për të shtuar, një lajm fantastik në fakt. Filmi është bler nga BBS dhe do të transmetohet, në Amerikë, dhe i bie të shfaqet në 217 milion ekrane, çfarë është një gjë shumë e madhe në fakt. Television screens, which is a big deal. Shumë faleminderit. Thank you. Dear Albania, I'm Eliza Dushku, an Albanian Danish-American from Boston. I've always been curious about you and fascinated by your mystery. My grandparents immigrated to America by boat in the 1930s. I never knew these grandparents. They passed away before I was born. I never had strong feelings of attachment to you until now. Didn't know very much about this once secluded country. Before its communist government fell in 1991, now the borders are open and the people are eager to welcome those who for so long were strangers. Though only an hour by plane from Italy and Greece, much of Albania remains virtually untouched by the masses. From the sapphire beaches of the Ionian coast to the ancient settlements of Apollonia, Berat, and Butrint, to the energetic capital city Tirana, Albania offers a lot for the curious traveler.
Off the grid, the Albanian Alps preserve the fiercely independent spirit of the mountains. It's a place with controversial stories of vigilante justice, but also where villagers warmly invite travelers into their homes. It's a visit from a man named Fadil Berisha that inspires my Albanian pilgrimage. Fadil is not only a successful photographer, he is also the ultimate Albanian ambassador, uniting artists, singers, and talents throughout the world who share Albanian heritage, urging us to discover our roots. Fadil told me the land of my grandparents was calling for me, and also that Albanians considered me something of a hometown hero, along with the likes of Jim Belushi and Mother Teresa. It was time for me to dig deeper into my past. So I gathered my boys, including my brother Nate, Doesn't get better than this. I'm serious. and my friends Rick. Yeah. Say it a little louder. Yeah. Well, you're kidding, Mike. Laram. Hey, tua Shqipëri. What does that mean? I love Albania. And Fadil. And we set out to canvass the country from the coastlines to the highlands, to meet the people and to explore this jewel of the Balkans. Njerëz internet se YouTube-sa, për çdo mos që jeni shikues të A1 Report, mora një lajmërim në internet që më duk shumë interesant, një prezantim në Shqipërisë, por nga aktoria e njohur e Hollywoodit Eliza Dushku. E keni parasysh është ajo që ka tatuazh shqiponjen në kuriz, një aktore e njohur e Hollywoodit, por që ka bredhur të gjithë Shqipërinë dhe ka bërë një prezantim të Shqipërisë në këndvështrimin e saj, duke reprezentuar familjen të parën dhe pastaj një këndvështrim të Shqipërisë nga pikpamja historike, por jo vetëm nga pikpamja historike, por edhe nga ajo le të themi nacionaliste në frymëzimin e saj shpirtrar. Megjithatë, kishte disa detaje të cilat mua më bën veçanërisht përshtypje. Një nga këto ishte fakti që ndër personazhet e dokumentarit të saj të titulluar Dear Albania ishte Blerin Destani apo Fadil Berisha. Deri këtu s'ka asgjë, ato janë personazhe të jashtëzakonshme, ato janë personazhe shumë të njohura dhe të dashura, sepse janë artistë të vërtet, por her pas here referonin nga pikpamja historike. Gjë e cila mendoj se nuk është fort në kompetencën e tyre. Megjithatë unë nuk dua të bëj komente personale që pastaj të ngelen mua, por do përpiqem të marr mendime nga gjithë ata intelektual, artist, edhe të pranishëm në sallë që e pan sot dokumentarin. Siç është për shembull, nëse ka dëshirë zoti Traboinit na japi një mendim në lidhje me dokumentarin, meqense ka jetuar shumë vite në Amerikë. Ishte një dokumentar jashtëzakonisht i mirë. Do të pas parasysh ky fakt që është një dokumentar që i ka rënë kufit e shtetit. Ai është një dokumentar që promovohet në Amerikë, promovohet në Evropë, edhe vlera është e jashtëzakonshme në këtë sens. Nuk është thjesht për shembull që ta zëm ne të hyjmë thellësisë së filmit, por në vlerën që ai ka, jehonën që ai ka. Desha të them një gjë për koincidencë. I pari njeri që ka shkruar për këtë Elizën kam qenë unë në vitin 2000. Rastësisht, unë kam jetuar në Boston dhe krejt rastësisht e kemi parë për filma. Fëmijët e mi më thonë, që ç'është ky Dushku? Dhe në atë vitin 1999, kjo dha një intervistë, ishte vajza e vogël, 18 vjeç atëherë, dha një intervistë në një gazetë të vogël në Kalifornia. Dhe gjatë intervistës, gazetari thotë që unë e gjeta Eliza Dushkun, thotë, e gjeta në një shtëpi, thotë, duke parë në televizior dhe duke parë lajme për Kosovën. Dhe ishte shumë e trishtuar, gati me lot në sy. Dhe i tha gazetaria, pse je kështu e pikëlluar duke qarë, tha. Po sepse këto fëmijë thotë që po i zbojnë thotë nga Kosova, janë fëmijët e adheutim dhe unë do isha një prej tyre sepse jam shqiptare. Këtu për herë të parë, si thosh, ajo u ekspozua, se nuk ka qenë ekspozuar, askush nuk e ka ditur. Morën shkasak jo, dhe unë them që ai që e solli Eliza Dushkun, që të njihet në Shqipëri ndër shqiptar, janë fëmijët e Kosovës. Ato fëmijët e Kosovës, se ato bën shkak që të reagojë, të reflektojë, të japi intervistë dhe të zbulohet se kush është.
Është një gjë shumë e bukur. Unë kam takuar dhe babain e tyre, e njoh në Boston, se në Boston ka lindur kjo. Po. Prandaj unë desha të di ndjesin e një shqiptari që prej shumë vitesh jeton në Amerikë dhe vjen në zemër të Shqipërisë, në Muzeun Historik Kombëtar dhe e ndjek Shqipërinë nga ky këndvështrim. Po, është një çështë e bukur kjo, po. Mos harroj një gjë që kjo ka lindur në Amerikë dhe babai i saj ka lindur në Amerikë. Filipi, babai ka lindur në Amerikë. Dhe është kënaqësi e madhe, unë e vlerësoj këtë si gazetar në sensin që kalojnë 3 breza dhe prapë nuk harrohen. Kauza nuk harrohet, atë nuk harrohet. Si thosh, këto janë ato prurjet, si deti që dalë dhe janë prurje që vijnë dhe është një gjë shumë e mirë sepse ne na kanë ikur shumë shqiptar. Nuk kanë ikur 1 milion, 1 milion shqiptarë për botë. Po kjo na jep shpresë të mendojmë që shqiptarët gjithmonë do kthehen. Edhe kjo është e bukur. Dhe në fakt kjo është dëshira e gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë, ëndra për rikthim. Jo, nuk është thjesht ajo, po dëshira. Pak e vështirë. Dëshira për të parë për origjinën është e përhershme. E thonë bile që edhe për shkrimtarët e mëdhenj që thonë, nuk arti i shkruarit nuk ka gjë tjetër vetëm kthim me fytyrë nga fyria dhe nga vendlindja. Pra kthimin e vendlindja do s'do realizohet, njeriu nuk mund të shmanget saj. Dikush i shmanget sigurisht, por ai që ka shpirt të ndjeshëm gjithmonë kërkon nga ka marrë unë. Bën përshtypje, më falë se të ndërpres, të bën përshtypje që kjo vajzë që kishte gjyshin shqiptar dhe që babai ka lindur në Amerikë dhe vetë ka lindur në Amerikë, të ketë këtë dashuri për Shqipërinë. E konsideron normal. Sensibiliteti kjo është, po ka një gjë që ajo është ushqyer nga babai Filipi me këtë dashuri. Në takimin që kam pasur në Boston, se e kam takuar. Ai thoshte që unë gjithmonë fëmijët i kam ushqyer me dashuri që janë ashtu. Në fakt nënën e ka daneze, ti me realist, babain e ka shqiptar. Por prap kjo rreth nga Shqipëria. Edhe në për filma, në një film që ka lozur ajo, ka vizatuar një shqiptar në shpatull, vetëm që ta ekspozoi. Nga pikpamja juaj si gazetar, realizimi i këtij dokumentari ishte një dokumentar tipik që shpreh mirë historinë e Shqipërisë apo thjesht dashuria e saj parë nga këndvështrimi i saj, që nuk është historian? Dokumentari për mendimin tim është një promovim. Ajo vetë, duke ditur që ka një reputacion, është e njohur. Kërkon që edhe vendlindja të parë vetë të promovohet në nivelin e saj. Kështu e pat juve si Po, edhe e pash dhe ajo e arrinte, ajo nxjerrë gjëra jashtëzakonisht bukura. Nuk është të thënë që gjithë Shqipëria, po gjithë historia e Shqipërisë, por ajo ka arritur duke mbledhur disa realitete të bukura dhe duke shkrirë brenda këtij realiteti që të mos duket sikur ti po bën propagandë. Jo, janë realitete, copsa realiteti, një mozaik i mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Gjithat mira, të faleminderit. Si një artiste shumë e shquar jashtë Shqipërisë, por jashtë Shqipërisë, me sa mall të dashurie konceptove këtë dokument? Ishte një dokumentar vërtet me të cilën del me një emocion të veçantë. Fillon si një film, do thoja, që propagandon bukurinë e natyrës shqiptare që ne e njohim. Pastaj të tërheq pasi ka shumë vërtetësi, ka shumë modesti brenda, ka shumë thjeshtësi, ka shumë të vërteta, edhe vjen natyrshëm derisa ti del nga dokumentari e emocionuar dhe nuk e kupton pse. Ndoshta sepse ajo që e ka realizuar është një artiste dhe jo një gazetare apo historiane. Sigurisht janë edhe fjalët e Elizës janë shumë të bukura, komentet e saj janë shumë të bukura dhe timbri i zërit është shumë i bukur. Dhe them që është prek. Të prek jashtëzakonisht është shumë bukur. Mirë, faleminderit. Ju lutem. Është një qiell që na
Kjo është mbyllja asaj që ishte mbrëmja në zemër të Tiranës, në Muzeun Historik Kombëtar. Këtu ku tani të gjithë të pranishmit janë duke shijuar fotografit me Eliza Dushkun, e cila nuk jep as një prononcim privat, as një intervist për as një televizion, përveç promovimit që pam në fillim dhe fjalëve që tha në fillim dhe në hapjen e aktivitetit. Një dokumentar i parë nga syri i një aktoreje, por që të mbushte gjithsesi me shumë ndjenja nacionalizmi dhe dashuri për vendin tonë, Shqipërinë.